Revizioni kështu quhet Agjencioni Shtetëror i Pavarur në Serbi për kontrollimin e shpenzimit të parasë publike. Për herë të parë në komunë të Preshevës do të bëhet kontrollimi i parasë publike, se ku ka shkuar dhe si është shpenzuar paraja publike në periudhën e vitit 2015-2016. Përfaqësuesit e revizionit agjencion ky themeluar nga Kuvendi i Republikës së Serbisë, që është i pavarur nga muaji mars, do të bëjë kontrollimin e argjimit të parasë publike, jo vetëm në administratën publike, por edhe në të gjitha institucionet tjera ku është themelues Kuvendi Komunal. Ekipi përbërë prej 7 personave të këtij agjencioni kanë qëndruar sot në komunën të Preshevës. Takim këtë e kanë zhvilluar në stallin e madh të Kuvendit Komunal. Të pranishëm ishin kryetari i komunës së Preshevës, zëvendësi i tij, kryeshefi i administratës lokale, kryeshefat e drejtorëve të administratës komunale dhe drejtorët e institucioneve komunale, ku është themelues Kuvendi Komunal. Ata gjatë këtij takimi me përfaqësuesit e revizionit shtetëror diskutuan në mënyrën e punës të menaxhimit të parasë publike, se si duhet harxhuar e menaxhuar në mënyrë më të mirë transparente. Për kryetarin e komunës së Preshevës, zotërisht Shqipëri Marifi, ky institucion është i mirë ardhur dhe është një e mirë që të bëhet transparente me harxhimi i parasë publike, se ku dhe si duhet harxhuar paraja publike. Shikoni, sot ka filluar procesi i revizionit në komunën tonë, e cila përfshin edhe administratën komunale, por përfshin edhe institucionet publike, e cila është për vitin 2016, me theks të veçantë, dhe me qasje që edhe në vitet tjera, të cilët janë të ndërlidhura me aktivitetet financiare në 2016, të përfshin edhe ato. Sot ka qenë në revizori kryesor shtetëror këtu prezent, na ka njoftuar neve për procedurën në cilën neve na pret këto muaj të ardhshëm. Ajo parashet që deri në kvartalin e tretë të përfundojë komplet procesi dhe na njoftoi neve për procedurën, na njoftoi edhe për gjërat e reja, të cilat ne jo vetëm ne si komunë, por të gjitha komunat tjera duhen të dinë. Dhe tani në të ardhmen do të hyet edhe në detaje, dhe do të vinë ekipet këtu pranë nesh dhe pranë institucioneve tjera, të cilët janë në kuadër tonë, dhe të shikojnë tani se si kanë punuar dhe të japin neve tani edhe sugjerime se si duhet të punohet në të ardhmen. Vitet të cilët ndërlidhen me aktivitetet e 2016, për shembull janë nënshkruajtur në kontratat në 2014, janë paguar në 2016 e tjerë. Ato do të ndërlidhen. Nuk kam pas një qasje eksplicite për vitet e të kaluarës, por kam pas në mënyrë selektive të lidhur me vitin 2016 edhe vitet në të kaluar. Kështu që normalisht këta neve na thënë që nuk është kontroll për neve, por është një informim edhe një rishikim i këtë aktivitetet të cilët ne kemi bërë, që të jemi në të ardhmen preventiv ma profesional edhe ma konform ligjit. Kjo është e qasje, por në të njëjtën kohë unë shpresoj gjithashtu që do të ketë një farloj forme kontrolle, do të zbulojmë edhe gjërat të cilët nështë kanë qenë të kaluara në shkelje, të cilën është në interes të qytetarëve. Edhe zonja Ardita Sinani, kryetari e Kuvendit Komunal, tha se ky institucion që bën kontrollimin e parasë së buxhetit komunal, se ku dhe si harxhohet, është një mirë dhe të përmirësohet të jipen vërejtje dhe sugjerime se si duhet punuar dhe menaxhuar paraja. Kjo është një hap shumë i rëndësishëm, vizita ose kontrolla e revizorit, institucionit revizorit shtetëror, me të vërtetë është një akt për të vlerësuar, sepse nëse vlerësohet viti 2016 dhe ishin ato udhëzime që nëse gabimet janë bërë në klasifikimet ekonomike apo pozicionet e caktuara të buxhetit, ato në vitin 2017 me rebalansin e parë duhet patjetër që të përmirësohen. Kontrolla, ky revizion do të jetë brenda vitit 3 herë, do me thënë deri në gjysmën e vitit do të vijë 3 herë me nga 5 ditë, gjithsej 15 ditë do qëndroj, do të kontrollohen shfrytëzuesi direkt dhe indirekt të buxhetit. Është shumë e rëndësishme sepse edhe nëse janë bërë gabime, me rebalansin e parë që do të bëhet në vitin 2017, ato duhet të përmirësohen dhe normal besoj që ne si pushtet lokal me këtë tregojmë se duhet jemi transparent, duhet tregojmë se gabimet nëse janë bërë më herët duhet të mirën parasysh dhe të mos përsëriten vitet e ardhshme. Besnik Sadiku, kryeshefi i Drejtoratit për Ekonomi dhe Financa në Administratën Komunale në Preshevë,
Por Radio Televizioni Alti tha se revizion ky institucion i pavarur është mirëseardhë që të bëjë kontrollimin e buxhetit komunal dhe institucionet publike që është themelues kuvendi komunal, për një transparencë se ku dhe si është harxhuar buxheti nga viti 2015-2016 dhe ne do të mundohemi që të japim të gjitha ato informacione, ato dokumente që na kërkohen rreth harxhimit të paras publike. Po, revizori shtetëror, respektivisht institucioni shtetëror i revizionit, është një institucion i pavarur, cilin e ka themeluar Kuvendi i Republikës Serbisë, dhe normal në kuadër të detyrave të veta e ka kontrollin e shpenzimeve të paras publike, buxhetore, si nga nivelet e larta të pushtetit dhe nivelet lokale. Ne si Komunë e Preshevës kemi marrë një informacion para 10 ditësh, në të cilin informacion na u kanë kërkuar disa dokumente, respektivisht disa akte, si që është buxheti i komunës për vitin e kaluar dhe vitin 2015, aktin e sistematizimit vendeve të punës, si disa akte të tjera, dhe në është caktuar një takim informativ me datën e sotit, dhe me thonë me 7/2, me fillim në ora 11:30. Takimi filloi me vonesë, aty mbas orës 12:30, të pranishëm ishin revizori suprem republikan, si dhe ekipi i njishit në krye me shefin e ekipit për pjesën jugore të shtetit. Në kuadër të kësaj ftese, që më drejtua mua personalisht, na obliguan, respektivisht na informua se në këtë takim do të jenë obligativisht edhe përfaqësuesit institucional të komunës, se përfaqësuesit e shfrytëzuesve të buxhetit. Ku është themelues komuna? Unë normalisht ja përcjolla në ditën e premte të gjithë këtyre të emëruarve ftesën, edhe disave në formë të shkruar në të hënën, kam prezentuar të gjithë të ftuarit nga kryetari i komunës, kryetarja e kuvendit, avokati publik, kryeshefja administratës, zëvendësit e tyre, si dhe drejtorët e institucioneve ku themelues është Komuna e Preshevës, bashkërisht me bashkëpunëtorët e tyre, shefat e kontabilitetit. Ne u informuam mbi ecurinë e kontrollit, mbi mënyrën se si do të vijojnë takimet tona me revizorët, sipas elaborimit të tyre, paraprakisht ata ende do të kërkojnë disa informacione, në mënyrë që në muajin mars të filloj edhe revidimi, respektivisht marrja e shënimeve konkrete në kuadër të administratës. Unë për vete këtë iniciativë të revidimit e marrë si një iniciativë pozitive, edhe pse ka vend për të brengosur, pasi që administrata komunale nuk disponon me kuadër të mjaftueshëm që t'i dalim karshi kërkesave të tyre, por ne do të mundohemi që në afatin e caktuar nga ana tyre t'i dalim me informata konkrete në mënyrë që raporti i tyre të jetë sa më pozitiv për neve. Unë e marrë këto si një rutinë dhe e marrë një si iniciative cila shpresoj që të rezultoj në edukimin e shtresave të gjera, se normal çdo punë duhet të ketë një revizion. Ne kemi pas revizion të mëhershëm të organizuar nga shtëpitë e pavarura, por jo revizion shtetëror. Ky institucion, si që paraqiten edhe ata, kanë punuar me rend, do më thonë, si pas komunave dhe qyteteve, normal të na tash ka ardhur rradha, paralajmërimi ka qenë konform normave, i afatshëm, po kjo nuk do të thotë që revizioni kryhet për një vit kalendarik buxhetor të caktuar dhe mbaron. Do më thonë, çdo vit i ardhshëm do të jetë në mbikëqyrjen e këtij institucioni dhe shpresoj që do të kontribuoj, thash,
në ndryshimin e opinionit e njerëzit se punohet apo s'punohet, kryet apo nuk kryet. E gjitha kjo, unë shpresoj që është në aspekt pozitiv dhe shpresoj se në kuadër të administratës komunale kemi mundësi kadrovike dhe profesionale të dalim balë kësaj të quaj sfide. Unë frikën, varësisht se si e kuptoni, normal që ka vend për emocione, thash se me ardhen e revizionit ata marrin kohë, marrin hapësirë. Tash ne e kemi miratu buxhetin e vitit 2017, kemi fillu me punu, me kry obligimet dhe detyrat sipas orarit përcaktuar. Normal që prania atyre na merr kohë. Na merr kohë dhe na merr hapësirë. Se me instalimin e tyre në kohë të caktuar, neve ndoshta edhe do të pengohemi në kryerjen e punëve të përditshme. E kam fjallën për bashkëpunëtorët tonë profesional, nga të cilët edhe kërkohet ndonjë informacioni cekur. Revizioni agjencion ky i pavarur për kontrollimin e parasë publike në Serbi do të filloj punën e tyre nga muaji mars, ku 6 muaj do të qëndrojnë në komunë të Preshevës për të marrur informacione më detale se ku dhe si është harxhuar paraja publike nga komuna dhe institucione tjera ku është themelues kuvendi komunal.